Jo se mjekja del shlirë, e nipi jam hanë dhej. Unë e shadhe, unë e mujnë me dalë, tap e mis. Ja shkeli me kjerë. Unë e për veti që shumë në sport. Edhe herë të qaqë. Unë e natë të ditë rrivi stokojt. Ro shteti e myti për një antibiotikit. Edhe mo s'mu kam përgjigjeq. Se mua la kam djek shpirti për ta. Nuk është e lehtë me haru. Dhjetori i vitit të kaluar ishte mjaft i trisht për familjen Gashi nga lagja Kolonia e Gjakovës, pasi që voglushi 1 vjeçar Shems Gashi ndërroi jetë. Fillimisht familjarët atë e dërguan në ÇKMF për t'i bërë një kontroll. Më pas përkeqësimit të gjendjes atë e dërguan në ÇKUK ku atje ndërroi jetë. Familjarët ngritën akuza se vdekja erdhi si pasojë një shurupi të dhënë gabimisht. Por çka ka ndodhur me rastin 3 muaj më vonë? Si ka dalur raporti autopsisë? Ndeshni intervistën. Masi ja ka nisë edhe pak me hit, i kanë dalë edhe dhamt, ja ka nisë edhe me hongër buk, edhe tamam qa ditë ka pot edhe ditëlindjen, i kanë bush 1 vjet, edhe ka ndodhur rasti. Edhe në ka ardhur autopsia djalit, edhe kena pak dyshim të autopsia rastit. Se aty po lexon se raporti u mbyll. Përveç se shërupit, s'ka pot asnjë sëmundje djali. Edhe që po thonë që ka pas gjendën tron, nuk u kun as smut as kur gjë heq. Se ka pas gjendën e rrot, përveç se shërupit, sa kanë kthyrën mirë. Tash edhe po kena frikë edhe me çu djalin tjetër në spital. Na është ai kena kushtet, as si kena kushtet për mi çu aty privat. Po kena edhe frikë me çu valloj në spital. Na bollon këtu me kontrollu djalin. Cila është kishme qëndira jote, Elizabete? Për mu mbjedh krejt, më thonë se mos më mbyll që kjo rasti. Se mu ala kam djek shpirti për ta. Nuk është e lehtë me haru. Se ala është të punu aty, e djali jam o ka hanë dhej. Nuk është e lehtë për mu harruaj. Autopsia i ka dalen edhe kem shumë dëshime në ta. Shkoki është se doktor Aisha ka gënjen shumë. Edhe fjell që i ka folë doktor Aisha ka thonë fëmijën e ki mirë që në shpim. Masa nej, ka ndryshu fjell ka thonë që edhe në pediatri fëmijëve, kur u konë shumë smut. Pësës ma ka thonë, udhëzimin me shku në spital. Edhe përsi e kemi lamur rastin e në polici Gjakovës, prokuria ka mbyll rastin e autopsis. Pa dinin tonë, pa kur gjajq. Vish ma kanë pru autopsin edhe më kanë thonë, u mshel rasti. Nuk është e mujt në kjo, më mshel rasti pa dinin e prindit. Ku se ka ndru jetë Shems Gashi, që 3 muj dit, e mu mshel landa, e me shku thmija, është marrë për mjek të Gjakovës. Antibiotikin si ja ka dhonë mjekja, antibiotika i ka pi ma herët, pëse s'ka ndru jetë ma herët. Po doza o konë për mi 15 vjetë, edhe shkok këti është antibiotiki, përveç antibiotikit ku gjosi gjinet e ndropë. Kjo është shkok i antibiotikit. A keni pyti më pas në për banatore? Po, kom pyt, zdo banatore më ka thonë, është shkok i antibiotikit. Ro shteti e myti për një antibiotikit. Edhe mo, s'mu kam përgjigjeq. As shteti, as kur gjoheq, pe du drejtsin deri në fund. Jo se mjekja del shlirë, e nipi jam hanë dhej, është vallojnë bukës i fështirë. Me mytë thmijen edhe me thonë, për mbyllim rastin, kjo është katastrofë. Po du kërret bota me përfshin, edhe me po shaka ndodhë në Kosovë. Për një antibiotikit me dek fëmija është katastrofë. Edhe përse jam e gjipjone, edhe përse jetoj në koloni, edhe përse është jam njerëz, si ata si na njëjt jemi, pe du drejtsin deri në maksimumin. Pse me shku një pijem, përse jena ata libres, edhe na pe dojmë një drejtsi me pas, se jo valla përse jemi e gjipjon, hajt i lojmë këta mrapa. Mjekën e kom pa, aja punon. Njëtën ambulant është të punu, e ku se një pijem hanë dhej. Shfa drejtsi është kjo? S'ka drejtësi në Kosovë, heq kërka heq. Se kanë mbyllë rastin pajisjet tonë, prokuria Gjakovës. E to s'qam i knaqëm në kërqysh heq. Kom qef me njek drejtësien, lo. Me njek drejtësien, se tu tash, ka thonë njekja jo, na ka jap raportin me shku që të rëku në spital, s'na ka jap raport heq. Unë jam prezent aty si më konë. S'na ka jap raport, miro djali, s'ku që të fytit, pak të hundve, që të shërëp në qiti dhe hajtë tash kënë një shve. Tash ajo për njën këta fjellë. Tash mu më ka ndollë, nesë ndollë ty zotëruna, i ndollë ati tjetërit. Kjo mësë të ndollë rasti që kështot. E dim në shakena e këpa të nip. Tash o fështirë një pull me të amitë o fështirë valloj. Dela me të shku të nej mashkull. Unë e për veti që shumë zbartë. Edhe erë të qaqë. Unë e natë e ditë rrive shtokojtë. Mos po konë puna, me një ka pak punën, unë e marrë e kretë. Se kom dash për sterpri, se s'është e mundën kjo. Me vdek thmija, shnash, e me dalë me thonë mësana jo kështot, keqo për ta. Që e shoqe në kom sun, da abat.
me frime, me gjak nelte, me krejt. Po shkojna pravat, ku po kom para, veqoj, ku s'po kom po rrim. Qa me bu, përveç që ki shërupi që ja boni, tjetër ku s'ja boni. Ju apet vazhdoni me dyshu që shërupi, a? Po, shërupi. Shërupi. Se kjo është për, ku më ditë për 12 vjeç, 15 vjeç, mi a qitë, një vjeqit, është keq. Ta s'pramënohet, një shërup 50 vjeqit, në ma qitë mu dhe mu në dikon. Në blokon edhe mu. Terapia uj. Se nuk është letë me my dikonin. Edhe plus, këta vazhdojnë në puna lo. As nuk ja fali, as ja bëj halal, as qeq. Hes ja bëj halal. Hes që unë e sha ato për dit. Unë e sha dhe unë e muj me dal, tap e mës. Ja shkeli me kjerë. Edhe muj me nëzër gjokin e të fnistem. Por nuk e bëj unë ato, unë du me njek drejtsin. Drejtsin du me njek, tap, qysh ka thonë Alloj, qysh ka thonë ta posh, du me njek drejtsin Allojit. Pse, qysh dua për një shërupi që t'ja thmis, e mëtë e thmijen, ta shpramanon që ja, doktor Resha, se ja ka bo qitë punë. Unë më konë vend se, me ja pa bu thmisë se, shka kishtë boja. Musë më kishtë në ratë. Asar më paraqit, me thonë, adin, me ta ek një gjystë keqi. Unë e du drejtsin. Kesh kërkuna se kom bëhalo me ditë sotit. Edhe që mi gjipjan, na jena tonë shqiptarë dhe këtu. Tonë në kina pra me tu qitë luftë. Qëtu i nanajt, s'kina ik.